javë kemi përjetuar të gjitha emocionet e mundshme, nga golat e futbollistëve shqiptar tek eliminimet e papritura, përfyset e rezultateve dhe deri tek vërteta e penaltive. Ky format i ri i UEFA Champions League na ka mësuar me të vërtetë shumë gjëra, por ajo që dy skuadra finaliste na kanë provuar më së shumti në rrugtimin e tyre është që kurrë në mënyrë absolute nuk duhet të dorëzohet. Futbolli i klubeve me të vërtet luan sot ndeshjen më të rëndësishme të sezonit, finalen e madhe të UEFA Champions League, që do të shkruajë historinë e do të ngrejë në pjedestal me të vërtet më të mirët e Europës. Përshëndetje miq të Tring, nga unë Eva Murati, ritakohemi si gjithmonë në studio Champions League për këtë finale të madhe me miqtë e mi, Liri